Rusia sulmon 2 anije tregtare në Odesa, humb jetën një person dhe disa plagosën. Rusia ka sulmuar me dron 2 anije tregtare me flamur të huaj në rajonin jugor të Odesës, duke vrarë një shtetas sirian dhe duke plagosur të tjerë, tha më parë zëvendës kryeministri i Ukrainës Oleskej Kuleba. Sipas Reuters, zëvendës kryeministri shtoi në një deklaratë se një anije që lundronte drejt portit të Chornomorsk valviste flamurin e Shënkicit dhe Nevisit, ndërsa tjetra pranë portit të Odesës valviste flamurin e ishujve komore. Qeveritë e Mbretërisë Bashkuar ka deklaruar se do të mbështesë plotësisht autoritetin rregullator Ofcom nëse vendos të bllokojë platformën sociale X në territorin britanik për shkak të mosrespektimit të ligjeve të sigurisë online. Vendimi lidhet me shqetësimet serioze rreth përdorimit të inteligjencës artificiale nga Grok për krijimin e imazheve deepfake me përmbajtje të lartë seksuale. Sipas BBC, reagimi vjen pas një val kritikash publike, pasi Grok, rrjeti i inteligjencës artificiale i lidhur me X, u përdor për të zhveshur në mënyrë digjitale persona pa pëlqimin e tyre përmes imazheve të publikuara në platformë. Kompania ka deklaruar se tashmë ky funksion është disponueshëm vetëm për përdoruesit që paguajnë abonim zyrtar mujor. Zyra e presidentit të Down Street e cilësoi këtë ndryshim si fyes për viktimat e dhunës seksuale, ndërsa një organizatë që ndihmon viktimat e dhunës në familje përshkroi masën si monetizim i abuzimit. Ndërkohë, përfaqësues të qeverisë theksuan se ndryshimet e fundit tregojnë se X mund të veprojë shpejt nëse dëshiron.